do të përpiqemi që të marrim edhe pyetjet e dëgjuesve tanë. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahim. Falenderojmë krijuesin i cili na krijoi në formën më të bukur. Paqja qoftë mbi të dërguarin e tij të fundit, Muhammedin alayhi salatu wassalam, familjen e tij fisnike, shokët e tij, dhe të gjithë ata të cilët e pasojnë dhe e trasojnë këtë rrugë të bekuar, dhe këtë rrugë e cila është rrugë e paqes, dashurisë, harmonisë, respektit të reciprok. Pra, jemi në muajin e shenjtë të madhnueshëm të Ramazanit dhe gjithsesi kemi arritur në 10 ditët e fundit të këtij muaji të bekuar dhe enkas për ju kemi zgjedhur një temë nga libri Fuqia e Agjerimit, të cilin libër e kam botuar para pak vitesh, dhe ai libër është përdorur edhe në versionin PDF elektronik, Fuqia e Agjerimit, por edhe e kemi trajtuar në disa emisione me radhë, por edhe në ligjërimet të ndryshme në YouTube, në Facebook, në gjitha rrjetet sociale. Teku pra dhe 10 ditë që i fundit në Ramazan. Koha kaloi shumë shpejt dhe jemi pra në 10 ditët e fundit të muajit të bekuar të Ramazanit, Shahrul Ramadan pra, që është muaji i Ramazanit, muaji i Kur'anit, Shahrul Kur'an, pra muaji i Kur'anit, muaji i shumë ngjarjeve që përjetuan muslimanët dhe mbar rrezulli toksor, një ngjarje e cila ndryshoi rrjedhën e historisë së njerëzimit. I dërguari Muhammed alayhi salatu wassalam thoshte: Allahu witrun yuhibbul witr. Allahu është tek dhe e don tekun. Pra, Allahu ehad, Allahu është tek, është vitër, është një, dhe lejse kemithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir, asgjë nuk është sikur ai, pra ai është krijuesi. Besimtarët e kërkojnë një natë të madhe në këto 10 ditë të fundit të Ramazanit. Ata shtojnë forcën e mendjes, forcën e zemrës dhe bindjes se do ta zënë atë natë të cilën Allahu u pranon lutjet, sepse Allahu te bareke ve taala i pranon lutjet, duke aluduar në ajetin e surës Al-Bekare, Bismillahirrahmanirrahim, wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata ad-da'i idha da'an falyastajibu li wa yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dhe kur lutësi me lutet, pra mua unë jam shumë afër i përgjigjem lutjes së lutësit. Pra për të qenë ai drejt i udhëzuar, le të më përgjigjen pra ata mua dhe le të më besojnë mua. Në këtë muaj është një diamant, që lum ai njeri që e zë atë diamant duke u lutur Allahut. Ai diamant është një natë e madhe dhe e vlefshme më shumë se të gjithë diamantet, xhevahirët e çmueshëm. Fjala është për natën e Kadrit, Lejletul Mubarak, ose Lejletul Qadri khairun min alf shahr. Nata e Kadrit që është më e vlefshme se 1000 muaj. Nata e Kadrit është në 10 ditën e fundit të Ramazanit. Siç na ka lajmëruar pejgamberi ynë alayhi salatu wassalam kur thotë: kërkojeni natën e Kadrit në 10 netët e fundit të Ramazanit. Disa dietarë të mëdhenj musliman si Ibn Hajar al-Asqalani dhe Imam Neveviu dhe të tjerë kanë thënë se nata e Kadrit kërkohet në 10 netët e fundit, pra tek.